Moti i përkeqësuar edhe këtë të martë ka bërë që Kapiteneria e Portit të Vlorës të dalë me një njoftim zyrtar për pesullimin e mjeteve lundruese, kryesisht anijeve të peshkimit, por edhe peshkaregjeve, të cilat operojnë brenda gjirit të Vlorës dhe jashtë gjirit të Vlorës. Ndërkohë tragedi i linjës Vlorë-Brindisi, i cili ka mbërritur mëngjesin e sotëm duke u ankoruar me vështirësi në kalatat e Portit të Vlorës, nuk do të niset sikurse ishte planifikuar në itinerar pas ditën e sotme, por nisja do të bëhet vetëm ditën e mërkurë në mesditë deri në përmirësimin e motit. Sipas kapitenerisë, fuqia e dallgës arrin 4 deri në 5 ballë brenda gjirit, ndërkohë që në det të hapur 5 deri në 6 ballë, dhe lartësia e dallgës arrin deri në 1.5 metra. Përkeqësimi i kushteve atmosferike në Vlorë ka sjellë pezullimin e lundrimit detar për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Kapiteneria e Portit të Vlorës në njoftim zyrtar njoftoi se në det të hapur fuqia e detit ka arritur deri në 6 ballë të shkallës BFOR, ndërsa dallgëzimi ka kapur lartësinë 1.5 metra, duke bërë të rrezikshme lundrimin për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Sipas autoriteteve portuale, masat kufizuese janë marrë për të garantuar sigurinë e mjeteve lundruese dhe të ekuipazheve, ndërsa thuhet se situata në zonën detare vijon të jetë e paqëndrueshme. Ndërkohë meteorologët parashikojnë që kushtet atmosferike të përmirësohen gradualisht gjatë ditës së mërkurë. Pezullimi i aktivitetit detar ka prekur edhe linjën e tragedit Vlorë-Brindisi. Tragedi që duhej të nisej këtë të martë sipas itinerarit është detyruar të shtyjë udhëtimin për shkak të motit të keq. Sipas njoftimit zyrtar nga Kapiteneria e Portit të Vlorës, lundrimi drejt Italisë i tragedit do të kryhet të mërkurën në mesditë, sapo të krijohen kushtet e nevojshme për një udhëtim të sigurt dhe përmirësim të kushteve atmosferike. Autoritetet i bëjnë thirrje peshkatarëve dhe poseduesve të mjeteve të vogla lundruese të respektojnë udhëzime dhe të shmangin daljen në det deri në një njoftim të dytë. Parashikohet që përmirësimi i kushteve atmosferike të ndodhë vetëm gjatë paradites së të mërkurës.